Gjykata kushtetuese pezulloi mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë më 9 nëntor, pas një ankimimi të kryebashkiakut Erion Veliaj, që u shkarkua nga detyra nën kujdesin e veçantë të kryeministrit Edi Rama. Kushtetuesja ka njoftuar mbajtjen e një seance publike më 31 tetor dhe pavarësisht vendimit, ajo që dihet me siguri është fakti se në 9 nëntor nuk do të mbahen zgjedhje në Tiranë. Referuar kodit zgjedhor, periudha kur mund të mbahen zgjedhjet vendore janë nga 15 prilli deri në 15 maj ose nga 15 tetori deri në 15 nëntor. Kodi parashikon se bëjnë përjashtim nga ky rregull rastet e parashikuara në pikat 5, 6, 7 dhe 8 të nenit 9 dhe referuar se cilës pikë të kodit zgjedhor. Rasti i Tiranës nuk parashikohet nga asnjë prej tyre, pra praktikisht dhe ligjërisht, zgjedhjet e pjesshme në Tiranë do të mbahen në periudhën mes 15 prillit dhe 15 majit të 2026-s. Pas vendimit të kushtetueses, KQZ njoftoi se kishte pezulluar përgatitjet për zgjedhjet në Tiranë, pra praktikisht edhe në aspektin teknik. Institucioni që organizon zgjedhje nuk do ta ketë në vëmendje Tiranën, por ajo që bie në sy është fakti se as Edi Rama, kryeministër dhe kryetari PS, dhe as Sali Berisha, kreu i PD-s, nuk ndalin fushatën. Ekipi i mandatuar nga Rama për Tiranën vijon takimet në mbështetje të Ogerta Manastirliut, kandidates që do të përfaqësonte socialistët në garën e 9 nëntorit, nëse në Tiranë do të mbaheshin zgjedhjet. Dhe po kështu edhe të mandatuarit e Sali Berishës vijojnë takimet me strukturat në mbështetje të Florian Binajt, kandidatit të pavarur që synon Bashkinë e Tiranës. Kampet respektive publikojnë çdo ditë foto nga takimet, të shoqëruara me mesazhe mbështetjeje, madje me intensitet edhe më të lartë. Mjafton një hulumtim në rrjetet sociale për të kuptuar atë që po ndodh. Manastirliu në njërin anë shfaqet me blok në dorë duke mbledhur ankesat e qytetarëve, më pas shfaqet duke u takuar me grupe interesi, ndërsa të mandatuarit e Berishës mbledhin strukturat dhe përpiqen t'i bindin që të punojnë në mbështetje të pavarurit Binaj. Situata kthehet në komike për faktin se e gjithë vëmendja është përqendruar në Tiranë, aty ku pas vendimit të kushtetueses nuk do të ketë zgjedhje më 9 nëntor, ndërkohë që procesi i pjesshëm vijon edhe në 5 bashki të tjera: Vlorë, Berat, Klos, Cërrik dhe Tepelen, të gjitha njësi që kontrollohen nga socialistët e Edi Ramës, por me përjashtim të Vlorës ku kryebashkiaku u dorëhoq. Në të tjerat, ata u kandiduan për deputet dhe dorëzuan mandatet. Pavarësisht se KQZ ka përcaktuar datën 1 nëntor si ditën kur nis fushata, askush nuk do të ndalonte Ramën dhe Berishën apo të mandatuarit e tyre që këtë që po bëjnë në Tiranë ta bënin në njësitë ku më 9 nëntor do të mbahen zgjedhjet. Palët kanë përcaktuar kandidatët, socialistët më të organizuar kanë nisur takime në terren, ndërsa demokratët dhe aleatët e tyre të mpirë edhe nga rezultati 11 majit, por edhe nga fakti se po mbështesin të pavarur, duket se janë dorëzuar pa hyrë në garë, pavarësisht deklaratave publike të Berishës, që përshëndeste vendimin e kushtetueses, i cili në një farë mënyrë i dha një frymarrje dhe opozitës duke mbajtur pezull zgjedhjet në bashkinë më të madhe të vendit. Në praktik, duket se ata po e shpërfillin dhe ndoshta po të ishte në dorën e tyre, Berishës dhe Ramës, do të gjenin marrëveshjen për t'i mbajtur zgjedhjet, duke i hapur rrugën një drejtuesi të ri në Tiranë, pavarësisht se si do ta ketë emrin.